Mirë se erdhët në bota e horoskopit. Dhe të shikojmë si çdo ditë çfarë na thon yjet për 12 shenjat e zodiakut për ditën e martë, 18 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, që nga eklipsi dash, ke punuar me shumë besim dhe entuziazëm për një projekt që të intereson shumë, por të martën mund të shfaqet një pengesë që nuk e kishe parashikuar. Papritur dëshirat dhe emocionet nuk mjaftojnë më. 18 gushti, të vë përballë një pyetje të rëndësishme: a e dëshiron ende këtë projekt dhe tani që gjërat po vështirësohen? Për shumicën e dashve, përgjigjja është po. Në fakt, pengesa mund të bëjë edhe më të vendosur. Në vend që të dorësohesh, shiko çfarë duhet ndryshuar, rregullo planet, ndrysho strategjinë dhe vazhdo përpara. Kjo nuk është dita për të hequr dorë, është dita për t'i treguar vetes se sa shumë e dëshiron atë që ke nisur. Demi, më 18 gusht, hëna dhe Jupiteri krijojnë një përplasje që të sjellë një moment të fortë reflektimi në dashuri dhe marrëdhënie dem. Ke kaluar kohë duke imagjinuar një të ardhme të bukur me dikë të veçantë, po sot një fjalë, veprim ose qëndrimi një personi të afërt mund të bëjë të shohësh gjërat ndryshe. Mos u frikëso nga kjo situatë, në fakt ajo të ndihmon të kuptosh nëse ajo që dëshiron ti për të ardhmen përputhet me atë që dëshiron partneri yt. Nëse jeni bashk, flisni hapur për planet, qëllimet dhe atë që prisni nga njëri tjetri. Mos prano diçka vetëm për të ruajtur qetësinë. Një marrëdhënie e shëndetshme kërkon që të dy të ecin në të njëjtin drejtim. Nëse je beqar, kjo ditë të kujton të mos kënaqesh me dikë që nuk ka të njëjtat synime si ti. Kërkoj një person që dëshiron të ndërtojë të ardhmen me të njëjtën rrugë me ty. Mesazhi i ditës: mos ndiq vetëm ëndrrën e bukur, sigurohu që edhe personi pranë teje po ndëron të njëjtën të ardhme. Binjakët. Këtë të martë binjak, një situatë në punë që deri tani dukej se po ecte shumë mirë, mund të bëhet pak më ndërlikuar. Ke pasur shumë besim te puna jote dhe ke menduar se gjithçka është nën kontroll, por sot mund të shfaqet një detaj që e ka anashkaluar ose nuk e ke kushtuar vëmendjen e dur. Megjithatë, mos u shqetëso, lajmi i mirë është se do ta kuptosh problemin në kohë, përpara se ai të shkaktojë ndonjë dëm serioz. Kjo situatë vjen si një mësim i rëndësishëm, jo gjithmonë duhet të nxitohesh për të arritur sa më shpejt rezultat. Merr frymë, ndalo për pak dhe kontrollo edhe një herë çdo detaj. Nëse ka një dokument, marrëveshje apo detyrë për të përfunduar, mos e bëj me nxitim. Një gabim i vogël i korrigjuar sot mund të të kurthejë shumë probleme nesër. Dhe mesazhi për ju binjak: ngadalëso ritmin, kontrollo detajet dhe mos lejoj që nxitimi të prish një punë që po e bën mirë. Gaforia. Me Marsin në shenjën tënde gafore, kohët e fundit jenë ndihen më i sigurt, më energjik dhe më i gatshëm për të marrë iniciativa. Por këtë të martë, kjo siguri mund të vihet pak në provë. Një situatë që të rikthen me këmbë në tokë dhe të kujton se vetbesimi është i rëndësishëm, por duhet shoqëruar edhe me realitet. Kjo mund të lidhet me një projekt që po përpiqesh ta çosh përpara ose një marrëdhënie të re që sapo ka filluar të marrë formë. Nëse papritur shfaqet një pengesë, mos u dorëzo menjëherë. Ndoshta thjesht duhet ngadalësosh ritmin dhe të ndryshosh disa nga planetet tua. Por kujdes, të mos lejosh optimizmin e tepërt të verbojë ndaj asaj që po ndodh realisht. Shiko faktet, dëgjoj intuitën dhe prano atë që të tregon situata. Dhe mesazhi i ditës për ju gafore: mos e humb besimin te vetja, por mos e ngatëro optimizmin me refuzimin për të parë të vërtetën. Luani. Jupiteri ndodhet në shenjën tënde Luan dhe do të qëndrojë aty gjatë vitit të ardhshëm. Kjo energji të sjell më shumë vetbesim, optimizëm dhe dëshirë për të ecur përpara. Ndihesh sikur mund të arrish shumë dhe kjo është një gjë e bukur. Por 18 gusht, duhet të tregohesh i kujdesshëm se krenaria të mos marrë kontrollin. Të martën mund të përballesh me një pengesë ose një rezultat që nuk e prisje. Në momentin e parë mund ta marrësh shumë personalisht dhe të mendosh se dikush po të pengon ose nuk po e vlerëson mjaftueshëm punën tënde. Por ndalo pak dhe shikoje situatën me qetësi. Jo çdo pengesë është një sulm ndaj teje. Ndonjëherë jeta thjesht të kërkon të ndryshosh drejtimin, të rishikosh planin dhe të provosh një mënyrë tjetër. Mos lejo që një zgënjim i momentit të ulë besimin. Edhe mesazhi i Luanit: mos e merr pengesën si humbje Luan, rregullo planin, ngri kokën dhe vazhdo përpara, sepse kjo është diçka që ti mund ta përballosh. Virgjëresha. Mos i komplikoni gjërat më shumë se s'duhet virgjëresht, më 18 gusht. Diçka për të cilën ke punuar mund të hasin pengesë të papritur dhe kjo mund të bëjë të vësh në dyshim gjithçka që ke bërë deri tani. Por ndalo për një moment dhe merr frymë. Një problem i vetëm nuk do të thotë se gjithë puna jote ka qenë e gabuar.
Ndonjëherë ti kërkon përsosmërinë dhe një gabim i vogël të bën të mendosh se duhet ta fillosh diçka nga e para. Mos e lejo mendjen të të çojë në skenar të panevojshëm. Shiko konkretisht se çfarë nuk po funksionon dhe rregullo vetëm atë pjesë. Nuk e pse të hedhësh poshtë gjithë përpjekjen tënde vetëm sepse rezultati i parë nuk do li perfekt. Kjo ditë të mësosh të kesh më shumë besim te vetja dhe të pranosh se edhe njerëzit më të kujdesshëm bëjnë gabime. Dhe mesazhi për ju videoresh, mos kërko përsosmëri në çdo hap. Një pengesë është thjesht një mundësi për të korrigjuar drejtimin dhe për të vazhduar përpara. Peshorja, më 18 gusht peshore, duhet të jesh veçanërisht e kujdesshme me parat, marrëveshjet dhe dokumentet. Një situatë financiare që në fillim dukej shumë e favorshme mund të bëhet papriturme ndërlikuar. Mund të zbulosh se një sifër nuk përputhet me atë që kishe llogaritur, ose një person të cilit i ke besuar mund të mos e mbajë fjalën. Mund të ketë edhe kushte të tjera që nuk të kanë shpjeguar qartë një fillim. Prandaj mos u nxit të marrësh vendime vetëm sepse diçka duket shumë mirë. Mos i shpenzo parat përpara se ti kesh në realisht në dorë. Nëse ke për të firmosur një kontratë, marrëveshje ose dokument financiar, lexoje me shumë kujdes dhe kontrollo çdo detaj edhe nëse të duket i parëndësishëm. Kjo nuk i ta për të vepruar me nxitim. Merr kohën tënde, bëj pyetje dhe sigurohu që çdo gjë është e qartë përpara se të thuash po. Mesazhi për ju peshore, mos u magjeps nga ajo që duket në sipërfaqe. Lexo detajet, kontrollo shifrat dhe vetëm atëherë merr vendimin tënd. Akrepi. Këtë të martë akrep, hëna ndodhet në shenjën tënde dhe formon një katror me Jupiterin. Kjo energji mund të bëjë që diçka për të cilën ishe shumë i sigurt, papritur të duket më ndërlikuar. Mund të kishe menduar se ishe shumë pranë suksesit, por tani kupton se ka ende disa hapa për të përfunduar. Mos lejo që kjo situatë të ulë entuziazmin, ti je ende në rrugën e duhur. Ajo që po ndërton ka potencial, thjesht mund të kërkoj pak më shumë kohë dhe përpjekje nga sa e kishe parashikuar. Në vend që të mërzitesh sepse gjërat nuk po ndodhin aq shpejt sa dëshiron, përdore këtë kohë për të forcuar atë që ke nisur. Ndonjëherë vonesa nuk është refuzim, por thjesht një mundësi për të përgatitur më mirë për rezultatin që dëshiron. Në 18 gusht, beso te procesi dhe mos u dorëzo vetëm sepse fati ndryshoi. Mesazhi për akrepin, suksesi është më afër nga sa mendon. Mund të vonoj pak, por ajo që është vërtet për ty do të vijë në kohën e duhur. Shigjetari. Shigjetar, durimi ka qenë gjithmonë pika jote më e fortë, ndaj këtë të martë mund të ndihesh si një provë për ty. Mund të përballesh me një vonesë në diçka që mezi pret ta shohësh të realizuar dhe reagimi yt i parë mund të jetë mjaft, po heq dorë. Por kjo nuk është zgjidhja e duhur. Vonesa nuk do të thotë se duhet të ndalosh, thjesht do të thotë se duhet të ndryshosh afatin dhe të përshtatësh planin. Ti ke një aftësi të madhe për të parën pozitive të gjërave dhe këtë të martë duhet ta përdorësh pikërisht këtë cilësi. Por mund të jetë e bezdisë dhe të ngadalëson ritmin, sidomos kur e ndjen se je gati për të ecur përpara. Por është shumë mirë të ecësh ngadalë sesa të ndalosh plotësisht. Mos lejo një vonesë të momentit të bëjë të harrosh arsyen pse nisi këtë rrugëtim. Mesazhi për ju shigjetar. Ki durim, ndrysho ritmin nëse është e nevojshme, por mos hiq dorë, ajo që dëshiron më të vi pak më vonë, por ende ja vlen të presësh. Bricjapi. Me 18 gusht bricjap, duhet të jesh shumë i kujdesshëm me informacionet që merr nga të tjerët. Mos e prano me njëherë si të vërtetë çdo gjë që të thotë dikush, edhe nëse i beson atij personi. Kjo nuk do të thotë domosdoshmëri se po përpiqet të të mashtrojë. Mund të jetë thjesht edhe ai vetë ka marrë informacion të gabuar. Prandaj, përpara se të marrësh një vendim të rëndësishëm, kontrollo faktet dhe bëj kërkimet e tua, sidomos nëse bëhet fjalë për punë, para, kontrata apo një çështje që mund të ndikojë në të ardhmen tënde. Në fakt kjo është diçka që të përshtatet shumë mirë sepse ti nuk kënaqesh lehtë në përgjigje sipërfaqësore. Të pëlqen të analizosh, të kontrollosh dhe të dish të vërtetën përpara se të veprosh. Më mirë të harxhosh pak kohë duke verifikuar informacionin sot sesa të përballesh me pasoja nesër. Dhe mesazhi për ju bricjap. Beso, por verifiko, faktet janë aleati yt më i mirë për këtë të martë. Ujori. Ujor, ti ke krijuar në mendje një ide shumë të qartë se si do të zhvillojë një situatë të caktuar. Ke imagjinuar hapat, rezultatin dhe ndoshta edhe mënyrën se si do të ndihesh kur diçka të përfundonte. Por më 18 gusht, realiteti mund të të surprizojë dhe gjërat mund të mos shkojnë sipas skenarit që kishe menduar. Në vend të këmbgulësh me çdo kush që diçka të ndodhë sipas planit tënd, provo të ecësh me rrjedhën. Ndoshta ndryshimi që fillimisht të duket si zgënjim, do të çojë drejt një rezultati më të mirë. Jo çdo gjë në jetë mund të kontrollohet, dhe kjo është një nga mësimet që kjo ditë po të jep. Lëre pak nevojën për të pasur gjithçka të parashikuar dhe lejoje veten të shohësh se çfarë mund të ndodhë realisht.
Mbaje mendjen të hapur dhe mos nxito të gjykosh një situatë vetëm sepse nuk po zhvilloj siç e kishe imagjinuar. Mesazhi për ju, Jor, jo çdo ndryshim është problem. Ndonjëherë universi ndryshon planin tënd vetëm për të të çuar drejt diçkaje edhe më të mirë. Peshqit, këtë të martë peshq, mos lejo që dyshimi ndaj vetes të marrë kontrollin. Të gjithë përbaten me pengesa dhe zgënjime, edhe ti. Një vështirësi e momentit nuk do të thotë se nuk je i aftë apo se nuk mund ta përfundosh atë që ke nisur. Ku të shfaqet një problem, mos u dorëzo dhe mos fillo të vësh në dyshim çdo vendim që ke marrë deri tani. Ngadalëso ritmin, shiko situatën me qetësi dhe përshtat planin. Ndoshta nuk e nevojë të ndryshosh diçka, mjafton të korrigjosh një hap. Mos kërkoj që diçka të zgjidhet më njëherë. Merri gjërat një nga një dhe përqendrohu te hapi që ke përpara. Çdo problem bëhet më i menaxhueshëm kur nuk e lejon frikën ta zmadhojë në mendjen tënde. Kjo ditë kujton se një pengesë nuk e përcakton aftësinë tënde për të pasur sukses. Dhe mesazhi për ju peshq, beso te vetja, ec ngadalë dhe mos u dorëzo. Ti je më i fortë nga sa të bën të besosh një vështirësi e përkohshme. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 shenjat e zodiakut për ditën e martë, 18 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.